Çmimet e kafes dhe kakaos po rriten me ritme të shpejta dhe dalgadal po e nxjerrin vendin ton nga lista e destinacioneve me kosto të ulët, si për vendasit ashtu edhe për turistët. Të dhënat e Instat tregojnë se çmimet e kafes, çajit dhe erëzave u rritën me 7.1% në tetor 2025 krahasuar me tetorin e vitit 2024. Kjo ishte e vitja më e fortë ndër të gjitha grupet e mallrave të konsumit bazë që merren në konsiderat për matjen e inflacionit. Arsyet lidhen me disa faktorë të brendshëm dhe të jashtëm. Faktorët kryesor janë çmimet e larta të kafes dhe çajit në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga kushtet ekstreme klimatike dhe prodhimi i reduktuar. Sektori i kafes në Brazil, një prej prodhuesve më të mëdhenj global, është përballur me thatësira gjata, ngrica dhe rreshjet pazakonta, që kanë ulur sipërfaqet e mbjella dhe rendimentet. Kafeja është një produkt i importuar dhe çmimet e saj pasyrohen plotësisht në tregun vendas. Megjithatë, konkurenca e fortë e bar kafeve dhe stili i jetesës së shqiptarëve, të bazuar në konsumin jashtë shtëpisë, po frenojnë rritjen e shpejtë të çmimeve në tregun e brendshëm. Nga faktorët e brendshëm, mungesa e fuqisë punëtore, rritja e kostove nga pagat më të larta dhe konsumi nga turistët po shtyn çmimet drejt rritjes. Ndonse çmimet kanë ardhur në rritje, të njëjtën tendencë ka pasur edhe konsumi, teksa zakoni i përditshëm për shumë shqiptarë është i vështirë për t'u lënë apo reduktuar. Të dhënat e tjera të doganave tregojnë se për 10 mujorin, konsumi kafes arriti në 6.7 mijë tonë, me rritje prej 3.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është niveli më i lartë i konsumit, të paktën që nga viti 2018 kur dogana raporton të dhënat. Në këtë tendencë, një ndikim të lartë vlerësohet të kenë dhënë edhe turistët.